Në mbledhjen e radhës, rektori i Universitetit të Shkodrës Luigjë Gurakuqi Toni Ngjuraj ndau disa pika të rëndësishme mbi zhvillimet dhe bashkëpunimet e universitetit. Ai falenderoi për organizimin e panajirit të studimit Work and Study, duke theksuar rëndësinë e tij për orientimin e studentëve drejt tregut të punës. Gjithashtu bëri thirrje për studentët nga Veriu që të bëhen pjesë e universitetit. Panajirin Work and Study ne kemi qenë të pranishëm në Kukës, kemi qenë të pranishëm në Lezhë, në Shkodër dhe sfundi në Prishtinë. Natyrisht për ne Prishtina është shumë e rëndësishme, sepse është një treg tjetër edukimi dhe jemi përpjekur që të paraqesim në mënyrë realiste ofertën tonë akademike në të tre ciklet e studimit. Duket një interes në rritje për institucionin, shpresojmë që kjo të përkthehet në regjistrime dhe përfitoj nga rasti që t'i bëj thirrje edhe një herë maturantëve kudo që janë, po kryesisht në pjesën e Veriut dhe Verilinjes së vendit që t'i bashkojnë universitetit tonë. Rektori falenderoi bashkinë për transformimin e sheshit para rektoratit, duke theksuar rëndësinë e lirimit të hapësirave publike. Përfitoj nga rasti të falenderoj përsëri bashkinë e Shkodrës për lirimin e hapësirave publike përreth godinave të universitetit, një punë që do vijoj besoj edhe me lokacionet e tjera, ku janë të vendosura fakultetet. Kjo është një përpjekje si thosh për të zgjeruar hapësirën për studentët dhe për pedagogët, por në fund të ditës për të pastruar territorin. Rektori Gjuraj bëri të ditur se të premten do të nënshkruhet një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Tiranës. Ne do të nënshkruajmë zyrtarisht marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin e Tiranës, gjë të cilën unë e kam paralajmëruar para rreth një muaji, tashmë ajo është gati dhe rektori i Universitetit të Tiranës, profesor doktor Artan Hoxha, i cili është në të njëjtën kohë kryetari i konferencës së rektorëve, do jetë në sallën e Senatit. Kemi arrit pra që të përfshijmë udhëheqjen ose bashkëudhëheqjet doktorale, me UT-n dhe UT-ja do jap mbështetje të posaçme për personelin tonë në promovimin e titujve akademik. Po ashtu, me datë 10 do të organizohet dita e dyerve të hapura, një mundësi për studentët e ardhshëm për të njohur nga afër universitetin dhe programet që ofrohen.